Një televizion serb pritet që të ketë edhe filialin e saj në Shqipëri. Për të folur mbi këtë zhvillim, pra për çfarë arsye një televizion serb duhet të ketë një filial në Shqipëri, pa duhet hapë edhe në Shqipëri, kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin e njohur, një zë shumë i rëndësishëm në publikun shqiptar, Zaçi Islami. Zoti Islami, faleminderit. Faleminderit dhe unë për ftesën. Zoti Islami, ç'ne një televizor serb në Shqipëri? Ata ka një qeverin në dorë, po s'ke një televizion, që është kjo pyetje që po për një ndërrua gazetar? Qeveria shqiptare është në dispozicion, ose është filial i parlamentit të Beogradit dhe i qeverisë së Beogradit. Komandohet andej, kështu që hapja e televizionit të tyre këtu, mua nuk më habit, për kunrazi, unë habitem pse nuk ka qenë hapur me prej kohës, derisa ata këtu kanë 80 sa vjetë që komandojnë, që nga 41 që krijuan, që futën kolerën komuniste në Shqipëri, edhe sot e kësaj dite. Kështu që është krejtësisht normale ajo. Do thua është që ne jemi shtet që jemi i vetmi që pranojmë një televizion të huaj këtu, por ne jemi i vetmi shtet që bëjmë shumë krime, shumë pislëqe, shumë poshësira dhe nuk jep kurkush llogari. Nuk më habit kjo. Ne kemi një popull që flë gjumë, një popull që është në anestezi të plot, dhe çfarëdo që t'i bëjnë nuk ndjen më. S'ka më ndjeshmëri kombëtare, s'ka më ndjeshmëri qytetare, s'ka më patriotizëm dhe adetarizëm. Fare, gjikundi. Derisa pranuan dhe lejuan 76 bastard rrugësh që votuan në atë ligjin e barazisë gjinore, pra që popull e quan t'i veten. Jo, zotëri, nuk kemi popull. Ne jemi një turm baktish, jemi në anestezi të plot dhe aqsa jemi, nuk kemi as një kërkes, as një ndjeshmëri kombëtare, as një shqetësim kombëtar, vete ven oligarkët dhe këta hajtutët dhe marrin pronat e shqiptarve, sepse krye hajtuti dhe krye palaçua i kombit shqiptar Edvin Rama u ka krijuar të gjitha kushtet që të marrin edhe të vjedhin. Është nëpërmjet ligjeve që bën vet ai, kthen pronat e shqiptarëve i quan shtetërore me qëllim që të vjedhin kollaj ata oligarkët. Kështu që ne jemi në rregull me atë kërkesë dhe me atë koncept që ka populli shqiptar i tanishmi për demokracinë, për lirinë dhe për pavarësinë. Ne jemi të mbaruar, zotëri. Ne nuk kemi as drejtësi, as ndershmëri, as popull, as qeveri, as deputet. Ne kemi një turm gangsterësh dhe banditësh të 140 gangsterë dhe banditë që komandojnë dhe qeverisin Shqipërinë. Dhe janë vegle serbëve. Avokat, po pse institucionet shqiptare lejojnë një gjë të tillë? Pra, a duhet që mos hiç lejojë që një televizion serb të hapej në Shqipëri, ashtu siç ndoshta edhe Serbia mund të mos lejojë që një televizion shqiptar të hapet në Serbi? Shiko, ata serbët edhe mund ta lejojnë nëse do mundet që se bëjnë kur, po e marr 1% që do lejojnë një televizion shqiptar të funksionojë në Beograd. Atyre vajt një lakra u bje, si atje ta kenë televizion shqiptar, si këtu ku janë, ata i komandojnë, dhe ata qeverisin, ata e bëjnë propagandën e të dy vendeve. Jemi në dorë të serbëve. Ti shiko, me televizionin e tyre ata këtu do bëjnë dhe një tjetër, do arrijnë një objektiv që e kanë të vështirë pak a shumë deri tani, sepse do reklamojnë të tërë helmet e tyre që na i sillin këtu. Pra të duan televizionin. Do helmojnë dhe mendjet e njerëzve, do t'i vënë akoma në gjumë, do tallen me neve, siç po tallen, se ne jemi në mëshirë të fatit, se ne nuk ngrihemi të kërkojmë atë që na takon. Kështu që ai televizioni tyre, unë po habitem pse nuk bie ndonjë televizion grek aty, dhe mbi të gjitha pse nuk po bie një televizion izraelit, se ai mungon televizioni i kriminalëve të Netanyahut. Zoti Islami, çfarë duhet bërë në tilla raste? Pra, kush duhet të reagojë në momentin që nuk reagon qeveria? Populli. Po s'ka popull. Duhet ngrihemi dalin në rrugë.
Duhet të ngremi ta përmbysim, more kam thënë disa 10 herë. Duhet të dalim në rrugë të përmbysim sepse ne nuk kemi opozitë dhe ashtu quajtura opozitë është më poshtër dhe më pështirë, më pist nga opozita. Pra janë një grup gangsterësh komunistë që kanë uzurpuar pushtetin dhe kanë vënë popullin e gënjejnë, kanë krijuar dhe atë gardën e tyre personale duke i paguar sa për më pulën dhe kanë lënë popullin e thjesht, pensionistët që të vuajnë për bukën e gojës, shfrytëzojnë faktin që emigrantët sjellin remitancat e tyre këtu për të mos vdekur prindrit nga uria dhe këta do mbretërojnë kështu si janë. Do mbretërojnë në shekuj kështu si janë këta dhe me këtë popull që po qeverisin. Unë prandaj objektive shqiptarëve çohuni more të vdekuret pa mbuluar. Çohuni more dilini zot vendit tuaj, çohuni. Por nuk dalin. Avokat, a është e padrejtë dhe ndoshta dhe si tradhti që në një kohë që mbi bazën e denoncimeve serbe po dënohen ish komandantët e ushtrisë shqiptare në Hag, e ndërkohë ne hapim një televizion serb në Shqipëri, në mes Tiranës. Ndalojmë që këtu, të lutem, unë jam avokat. Ajo që kam dëgjuar unë, nuk e di sa e vërtet është që ajo UÇK-ja ka bërë krime në popullsinë shqiptare në Kosovë. Dhe për atë po gjykohen e po dënohen. Që kanë vrarë shqiptarët pafajshëm, që kanë bërë luftë civile. Për mua, deri tani me çfarë dëgjoj e çfarë na thonë se nuk kam qenë në luftë. Është lufta e UÇK-s është bërë një lloj si lufta e komunistëve shqiptarë në vitin 43-44. Pra, në maskën e luftës kundër serbit, eliminonin dhe kundërshtarët e tyre politikë që qenë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe fakte për këtë ka shumë, siç po na i thonë, pra nuk ka asnjë gjë të re këtu. Unë pres që të evidentohen, të demaskohen, të deklarohen krimet e tyre publikisht, të shikoj populli i Kosovës, të shikojmë dhe në shqiptarët e trungut të Shqipërisë dhe ata të marrin atë që u takon. Kam besim që gjykata ndërkombëtare nuk merret me shpifjet e serbëve. Kam besim që merren me denoncimet e qindra shqiptarëve që kanë vajtur dhe kanë denoncuar në Hag krimet që kanë bërë. Avokat gjyqi në fakt ka nisur mbi bazën e denoncimeve serbe, sidomos të shtëpi e verdh, po pra që mund të kishte bërë kontrabandë organesh. Pra kanë qenë denoncime serbe mbi të cilën u hap gjyqi në Hag. Dhe që ti të marrësh gjithë komandantët, një sekond sa ta mbyllun, që ti gjithë marrësh gjithë komandantët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, ti çosh në Hag, gjithë pak ka qenë Ramush Haradinaj, tani Hashim Thaçi, Katri Veseli, pra kanë qenë gjithë Jakub Krasniqi, i bie që ti po delegjitimon luftën që ka bërë ushtria shqiptare e Kosovës për liri. Më fal një minutë. E para dhe e dyta, ç'pun ka një gjykatë ndërkombëtare për gjykuar krimet që mund të jenë bërë pas luftës, le të themi. E para atë gjykatë e ngriti vetë shteti i Kosovës dhe qeveria e Kosovës, parlamenti i Kosovës. Nuk e ngrita unë. As u imponoi njeri. E ngritën vetë gjykatë për të gjykuar krimet e luftës. Dhe është thënë dhe po thuhet dhe po denoncohen kush ka bërë krime lufte në Kosovë të marrë atë që i takon. Ajo që di unë është që ai Hashim Thaçi që e bëjnë këta komandant të UÇK-s, ai ishte një rrugaç që flinte, hante, pinte në vilën e Enver Hoxhës, në vilën numër 31 në Tiranë dhe s'ka marrë pjesë në luftë. Ata që kanë marrë pjesë në luftën e Kosovës o u vranë o janë degdisur në sytë këmbët sepse pushtetin atje morën njerëzit e Milošević, Hashim Thaçit. Dhe më the për Ramush Haradinaj. Ramush Haradinaj zotëri nuk është dënuar, nuk është gjykuar. As është i arrestuar. Po pra, ai është arrestuar 2-3 herë, është marrë në Hag, është mbajtur në karabin dhe është liruar. Po pra, ka të lutem. Ka dalë pafajshëm është liruar. Jam shumë dakord. Normal. Procesi, jo s'është normal. Pse ti duhet ta marrësh para burgim një person i cili deli pafajshëm. Dhe ti po merr pak a shumë. Ti po merr pak a shumë gjithë komandantët e një ushtrie
Dhe pyetja ime është, duke i marrë gjithë komandantët e një ushtrie dhe duke i akuzuar, sikur kanë bërë krime lufte, a duket sikur po themi UÇK-ja ishte një organizatë që në fakt nuk ka luftuar për të çliruar vendin, po ka luftuar për të vrarë njëri tjetrin? Se kështu po na del tani. Ashtu po del dhe ashtu po bëhet. Ashtu po bëhet dhe Po, ashtu ka avokat, qenë. Po ta them unë. Janë eliminuar me dhjetra luftëtar të Avokat, LDK-s, të Lirisë. Avokat, kanë rënë për liri, qindra, mira, djemë të rinj kur kanë luftuar me serbët. Ne s'mund të themi që Ndaloj ashtu një ka minutë qenë, këtu. kur Ku i kemi gjetën qindra mira milionat të që kanë- shmorë. Të lutem. Dalë një minutë tani. Ku i gjetën milionat që kanë vënë tani komandantët e UÇK-s? Nuk po Ku i flas, gjetën? është tjetër hesap pas lufte. Qofse donohen për pas lufte, le të donohen, kanë bërë krime, kanë bërë korrupsion, Pra, le të ata donohen. për situatën pas lufte, situatën e pas luftës e përgatiten që në gjatë kohës së luftës. Po jam Kanë menduar avokat se mirë ata për të pasur. ne nuk e dim që një njeri me armë në dorë në vit frontit, duke luftuar me armikun, të mendoj se si do jem unë pas lufte. Pra, është Mendoj, këndvështrimi im që duhet jemi pak më dashamirës ndaj njerëzve që kanë luftuar, mendoj unë. Absolutisht, po, dashamirës dhe mbështetës të plot të luftëtarëve që luftuan dhe dhanë jetën. Por absolutisht kundërshtar i Hashim Thaçit me shok që ka eliminuar kundërshtarët e tij politik. Kanë bërë luftë civile ashtu siç e bën partizanët shqiptarë me ballin kombëtar. E njëjta situatë është bërë edhe në Kosovë. Këtë e din tani dhe gurut, jo njerëzit. Pse nuk interesohet Hashim Thaçi të gjej Femia Agalin ku është? Pse nuk interesohet për Ukshikën Hotin ku është? Ku janë? Që gjeti? Ku është Ahmet Krasniqi? E të tjerë. Kush e vrau kolonelin në mes të Tiranës? Kush e vrau që i LDK-s Ahmet Krasniqi? Zotëri, mos i shikoni, mos dëgjoj fare propagandën e këtyre njerëzve, se këta janë mjeshtra në propagandë. Por dëgjoj opozitën e Kosovës. Nuk dëgjoj propagandë, unë them që nisur edhe nga fakti që këtu kanë marrë Amush Haradinaj. Kanë marrë po kanë marrë dhjetra komandant të rëndësishëm të ish ushtrisë kombëtare të Kosovës. Duket sikur duke i marrë gjithë komandantët, duke i çuar në Hag, nuk e kanë fare të raporti çfarë ka ndodhur në luftë. Unë them që nëse ka pasur tilla gjëra, le të dënojnë nga një gjykatë në Kosovë, po duke bërë ndërkombëtare çështjen, duke thënë që UÇK-ja ka pasur dhe që kanë kryer krim kundër njerëzimit, kanë bërë terror, më thash, në vetvete, në momentin kur të rishkruhet historia, se besoj pas këtij gjyqi, pas këtij vendimi gjykatës, do rishkruhet historia. Dhe kam frikë se do na dali sikur kemi qenë ne ata që kemi shkuar në Serbi për të përzënë serbët nga shtëpia vet, kupton? Këtë hall kam unë. Nuk kam hallin as Hashim Thaçit, as Kadri Veselit, as të tjetrit. Ndalojmë çik. Reçaku nuk e bëri UÇK-ja, e bën serbët. Pikërisht. Pra, e bën në Kosovë. Dhe nuk kanë vajtur cili ushtari UÇK-s ka shkelur kufirin serb. Një. Po them që ndoshta pas vendimit të gjykatës së Hagës. Po mund ta bëj, të lutem, që komandantët e ushtrisë shqiptare të Kosovës donohen për krime lufte. Komandantët, jo. Të lutem, nuk janë marrë të gjithë komandantët. Kryesorët këto kanë qenë. Urdhë? Kryesorët këto kanë qenë. Se kam njëri konkret. Zëvendës shefi i shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës ka qenë Dilaver Goxhai. Ja kush mes Tiranës. Pse se marrëm, pse se arrestojmë, pse se akuzojmë. Bashkë me të birin, me Dritan Goxhai. Jo zotëri, të pastrit nuk i nget njeria atje. Janë marrë vetëm me kriminalët, me krimet që kanë bërë Hashim Thaçi me shok dhe banda e tij. Që më thot Hashim Thaçi kush e vrau Ahmet Krasniqin në qendër të Tiranës. Kush? Kolonelin. Se nuk shkonte në Rambuje, dale se më kujtove dhe se kam qenë në Greqi kur po diskutoj problemi Rambujes, që doli ajo ish ministri i jashtëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës, Albrighti, i ndrit shpirti atje ku është,
që tha kemi kohë, tha s'po gjejmë, tha po kërkojmë Hashim Thacin dhe s'po e gjejmë. Jo zotëri jo, Hashim Thaci ka vepruar dhe ka zbatuar pik për pik politikën serbe në ushtrinë e Kosovës. Avokat, duhet kujtoj që zoti Dritan Goxha ka qenë i arrestuar me urdhër gjykatës speciale në Tiranë dhe Tirana vendosi të mos e ekstradoj drejt Kosovës. Pra, në fakt Dhe di pse, sepse dha urdhër Hashim Thaci që ta arrestoj, sepse kishte kundërshtar. Pse se arrestoj, një të kështë? Pse se kërkon Haga? Ne po flasim për gjykatën speciale, po pra, gjykata speciale e lëshoi urdhrin e arrestimit. Dhe Tirana vendosi të mos e ekstradoj, sepse e quan gjyqin të komandantëve pa drejt. Pse nuk e kërkon prap? Më thuaj? Sepse ka i vendim gjykata që e ka ndaluar ekstradimin. Jo, në qoftë se ka prova, të rëmbesi që morën Hashim Thacin nga zyra me helikopter, tak, edhe çojnë atë ku duhet. S'ka prova, jo, kanë luftuar me mish e me shpirt, e di unë si kanë luftuar, dhe në zgjendje kam gjetur mbas luftës atë Dilaver Goxhaj në Kosovë, në një gjendje mizerabël, në një kohë që kolegët e tij në shtabin e përgjithshëm janë bërë miliarder tani, jo milioner. E kupton, ja këta janë komunistët e USK-s. Janë ata shokët e Hashim Thacit që bën që të ekzekutohej dhe të vritit Helmoj dhe të vritit një gjumë komandant Teli. Me gjithë atë dhe familje ti sot është rrugëve. Pa një mbrojtje, fare. Pra nuk i duan të djatët ata. Ata kanë luftuar vetëm kundër të djatës, më tepër se sa kundër serbëve. Tani të na nxjerrin një listë emërore të vrarëve nga LDK-ja dhe nga UÇK-ja. Në nxjerrin. S'ka, nuk e nxjerrin. Dhe nuk do të nxjerrin kur. Po unë dua të di kush ka vrarë Ahmet Krasikin në qendër të Tiranës. Se sa herë që dëgjoj atë këngën qatë, ta dish, nuk është turp ta them. E këndon një këngëtar i shkëlqyer me një trash që të dridhet misht kur e dëgjon. E vranë në mes të Tiranës Ahmet Krasikin, kolonelin. Pra, të lutem, Ahmet Yashani ku që të radhtoj? Arben, si ka i Adem Yashari, ku që të radhtoj? Ja, ata e të radhtuan. Hashim Thacit me shok. Pak e ka dhe 25 vjetë Hashim Thacit, do të ri. Pak e ka. Janë të tërë spion të Sërbit dhe spion të Tiranës dhe të Partisë Socialiste këtu. Avokat, duhet diskutoj me ty dhe një temë tjetër, sidomos pas deklaratës së zotit Rama ditën e sotme, ku pas mbledhjes së grupit Partisë Socialiste u shpreh që do të ketë ndryshime ligjore pas vendimit gjykatës kushtetuese, e ndërkohë tha që Partia Socialiste, pra Kuvendi i Shqipërisë, deputetët e Partisë Socialiste Kuvendi i Shqipërisë nuk kanë asnjë urgjencë për të vendosur lidhur me imunitetin e Belinda Ballukut. Kamën për të diskutuar këtë, e di dhe maci shtëpisë. Por nuk e shet Belinda Ballukun ajo ti. Ai është gati që të nxjerrë njerëzit, të vrasë njerëzit në rrugë për të mbrojtur Belinda Ballukun edhe hajdullëqet e saj. Sepse ai në këtë rast mbron veten e tij, nuk mbron Belinda. Ai e di, unë kam thënë në mënyrë përsëritur dhe në emisionet e juaja që Edi Rama do bëj të pamundur që Belinda Ballukun të mos e çojë prapa hekurave, sepse pas saj e ka radhë në ai. Dhe ajo është zyrtarisht, ajo ja ka thënë, ai palloshi gjatë ka thënë, nuk mund të bëj me mua atë që bëri babai tim me gjyshin tim. Më qartë e më pas se s'ka ku vete. Jo zotëri, jo, nuk përzgjë nga Edi Rama. Tani, ka një pyetje të thjeshtë. Që ai s'po i përgjigjet, s'ka këllë që ti përgjigjet, se t'ka fytyrë që ti përgjigjet. Ku ka fytyrë ai, po nese. Se nuk është dakord që ajo të jap dorëheqje dhe të shkoj para gjykatës. A jemi të barabartë para ligjit? Pse ajo nuk qenë ka barabartë para ligjit? Ka që thjeshtë. Pse mendoni avokat që nuk e dorëzon? Pse mendoni që nuk e dorëzon zoti Rama? Se kanë lidhur bashkë, do të dalën krimet.
Ka bërë vakeqe të dalë ai të kërkojë llogari gjykatës kushtetuese sepse vendose kështu. Edhe pse e pam se si vendose si bëri, pak rëndësi ka ajo, por rëndësi ka që gjykata kushtetuese i tha stop. Tani ai kërkon të përgatisë terrenin që me forma të tjera të ndryshojë ligjin. Jo more, ndryshimi i ligjit është kryes shteti zotëri. Ndryshimi i ligjit, por që me atë opozitë që ka ai, do ta bëjë dhe atë se bashkë janë. E ka mbështetjen absolute Sali Berisës, të krye tradhtarit, të krye hajdutit, të krye mashtrusit, të shqiptarëve Sali Berisës. Avokat, mendoni që nga presioni ndërkombëtar mundet që Rama të dorëzohet, pasur parasysh këtu që është thirrur në një po themi takim urgjent nga presidenti i Këshillit Evropian. Jo, komunistët e Evropës do ta mbrojnë Tiranën, por ka një problem themelor me veten e tyre dhe me politikën e tyre, sepse duke mbrojtur Tiranën ata dalin krye hajdut. Dhe kjo gjë i diskrediton në opinionin publik të vendeve të tyre. Pra nuk do ta bëjnë këtë gjë, nuk do ta lejojnë. Ata do t'i thonë atë që kanë mundësi t'i thonë, se siç e shikojnë dhe ata, siç e shikojmë të gjithë neve, ky ka bërë shteti tani dhe ky shtetin e ban me forcë, pushtetin e ban me forcë, e ban kundër vendimeve të drejtësisë, e mban me forcën e kartonave dhe të policisë që ka me vete, se ushteri se ka me vete, nuk diskutohet. Pra, ky mendon që t'i iki nga pushteti vetëm me luftë. Dhe pikërisht këtë situatë po përgatit, këtë terren po përgatit. Prandaj do që të bëj dhe ligje apo safat, vetëm që të mbroj, të shpëtoj Belinda Ballukun. Zotëri, nuk e di çfarë mendojnë shqiptarët, çfarë mendojnë perëndimorët, po di një gjë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e falin e Tiranën. Dhe unë gjithë mbështetjen e kam aty. Dhe e kam tek shteti i thellë, jo tek departamenti i shtetit e ku di unë, e kam atje ku tek mbështetjen dhe besimin tek ata që me të vërtet qeverisin botën. Shteti i vërtet amerikan. Amerikanët e vërtet që Shqipërinë e kanë dashur, e duan dhe do ta duan, edhe pse kanë kundërshtar të fuqishëm të majtës në Amerikë. Avokat, nëse zoti Rama vazhdon me idenë e tij dhe merr hafa konkret për të ndryshuar kushtetutën, a mendoni që mund të ketë ndonjë, po themi, siç e thoni ju, udhëzim nga amerikanët që të rrëzohet nga pushteti? Amerikanët ja kanë thënë që kishin për të thënë, e kanë dënuar 7 vjet atje. Ky mund të bëjë atë që bëri Pinocheti në Kambodja, në Kini, dhe ky Pol Pot Sirik Mataku në Kambodja. Ky mund të bëjë gjithçka ore. Por ky nxjerr dhe një ditë në rrugë t'i vras me policë, gjë tjetër s'ka, se ushtrin se ka me vete. Por do t'ja zënë kokën me dera dhe ai e di këtë gjë. Po ai thot, tiki nga pushteti, thot tiki me një farë krenarie, se thua që jam rrëzuar me dhunë. Po ai është i rrëzuar praktikisht. Shteti ka vdekur në Shqipëri, nuk kemë shtet. Praktikisht nuk kemi shtet, zotëri. Shteti është Rama tani. Zoti Islami, besoni që Belinda Balluku mund t'i ketë bërë presion, le të themi, politik Ramës që të mos e largojë nga posti i zëvendëskryeministrit? Ajo atë për ditë, ajo prandaj reziston dhe prandaj thot, e di që i thot ajo, hip Stambollin i thot e Tiranës. Se s'ke që më bën mua ti, thot. Dhe e ka thënë, s'ka që më bën mua palloshi, thot. O do vdesim bashkë, o do rrojmë bashkë, ka thënë ajo, pik. Dhe ai këtë gjë di. Por ka një Amerikë në këtë botë, ka një shtet amerikan që e do Shqipërinë dhe që e mbron dhe që e ruan, dhe që do t'i tregoj vendit cili do është anti-shqiptari që edhe spioni të Serbisë e të Greqisë që qeveris Tiranën dhe që është futur në Parlamentin Shqiptar. Se në Parlamentin Shqiptar janë futur rrëmbytjet, më falë për shprehjen, po do ta them, rrëmbytjet e kombit shqiptar, lluburtirat, plerat, lumrat. Avokat, pra ju besoni që Belinda Balluku është guri i fundit që mund të rrëzojë kalane Edi Ramës? Është i rrëzuar. Edi Rama është i rrëzuar. Mbahet tani me forcën e policisë shtetit. Me atë mbahet. Nuk ka kur ajo që të dalë
dhe t'jap dorëheqjen. Nuk ka kurajo që ti thot asaj Belindës jep dorëheqjen tani, sepse janë bashkë të dy zotëri. Janë bashkë. Ata kanë vjedhur bashkë dhe duan të vjedhin bashkë. Tani ju hoq mundësia asaj Lubis, këtë Mataharit, ju hoq mundësia të vjedh dhe si shkoni më tutje, more se dalë mos se kemi ditë për ditë mendoj dhe s'kam arritur një herë tash për saktësisht. Jo, Belinda Balluku që ka dhënë këto tenderat, ku që ka dhënë? Ua ka dhënë disa ndërtuesve dhe oligarkëve apo jo? Ua ka dhënë. Atëherë këta që kanë bërë këto rrugët, që kanë marrë këto tendera, pse nuk shkojnë para gjykimit, pse nuk merret njëta, pse nuk flet opozita, pse nuk flet Sali Berisha për Bashkim Ulaj që vetë kërkon i het njerëzit të vrasin njëri tjetrin në rrjoll të Tropoj, të Shkodrës, pse nuk flet? Sepse janë bashkë, po të themi, dhe njërë tjetër. Populli duhet ngrejt i qëroj të dy palët. Asnjë të mos mbetet më në pushtet dhe në parlament, nga këta policira, që po na terrorizojnë Shqipërinë dhe i kanë përzënë shqiptarët e ikin jashtë shtetit. Ku janë prokurorët? Ku janë prokurorët, po them, jo prokuror, se një prokuror me integritet e merr kryesisht një çështje dhe thotë, hajde këtu Bashkim Ulaj ke ndërtuar këtë rrugë, po, është prishur, po, hajde tani të rregoj të vërtetën. Sa lek ka dhënë dhe sa lek ka harxuar për këtë dhe sa lek ka mbajtur, ajo se tenderat se kërkojnë kot këta. Dhe si japin kot, sepse tenderi 30% të vlerës merr ndërtuesi, 60-70% që ne merr Edi Rama me Belindën. Atëre pse nuk ngrihet prokuroria? Pse prokurorët e Spakut nuk i hetë? Pra te prokurorët, ai ç'bëri tani? Për të mos u ndier prokurorët dhe gjyqtarët, u ngriti rrogat, u shtoi parat, u zurigoi, se bukat zëgojnë. Avokat, ju përmendët pak më parë në fakt edhe një protestë të disa banorëve në Velipoj të Shkodrës. Njëri prej tyre në fakt i kërkoi zotit Berishaj që i thaj që mos na thirr në protestë momentin që nuk vjen me na mbështet ti në protestën tonë par pak a shumë. Dhe Berisha thaj që unë mbështes protestën, por duhet të jenë me letra pra pak a shumë, ti kenë me letra tokat ata, të jetë në rregull. Sepse letrat e kanë gatuar bashkë me Edi Ramën që va kanë vjedhur. Sepse poshtërsinë e vjedhjes së pronave e ka bëri Pali Berisha, pastaj Edi Rama. Dhe prandaj Sali Berisha nuk vet atje se po ha bashkë. Dëgjoj, Sali Berisha me Bashkim Ulaj kanë shumë marrëdhënie të ngushta me pallate me kulla që janë ndërtuar në Tiranë. Prandaj nuk ndihet Bashkim ai Sali Berisha. Ta shohën shqiptarët fytyrën e vërtet Sali Berisha se cili është. Se këtu është guri i provës. Ja te ka shohën. Ja te ke kanë. Pse nuk del? Ne kemi thënë, ne kemi denoncuar me kohë, të paktën unë e kam denoncuar ka 2 vjet po e denoncoj dhe them që Sali Berisha është bashkëpunëtor në krim me Edi Ramën. Tani doli fare qartë, lakuriq, siç është surrati tia. Në një kohë kur kemi kaq shumë probleme dhe po themi siç edhe ju e deklaroni që të dy palët edhe Rama edhe Berisha janë kundër shqiptarëve. Si ka mundësi që shqiptarët vazhdojnë akoma flenë qumë? Nga të vend. Më thuaj. Nga të vend. Të ngrien apo kanë protestë? Se besuan, po ai do dilin protestë, po dilin për mua, do ai. A u ngritën vlonjatët për ujë? Ai është ai që i zhduku sindikatat, ai Sali Berisha i zhduku. Se i zhduka unë. Ai është Juda dhe armiku i betuar i kombit shqiptar. Ai Sali Berisha. Ai është i pari që për të kundër të cilit duhet protestojnë shqiptarët. Është i pari ai. Pastaj këta të tjerë, se në fund fundit pjesë e partisë punës është ai, Edi Rama, edhe të gjithë rumpallhania e parlamentit shqiptar. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi si për herë. Edhe unë të falenderoj për ftesën dhe inshallah dalin gjërat për mirë.